Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Gjethet e rushit i japin lam të mirë reumatizmës dhe shërojnë këto 5 sëmundje. Këto gjethe janë të pasura me vitamina dhe minerale. Ato ne i gjejmë të paketuara në enë të ndryshme, por varianti më i shëndetshëm është padyshim ai i freskëti. Gjethet e rushit shijojnë më shumë kur zihen në avull ose në ujë. Vlerat kundër inflamacionit. Gjethet e rushit luftojnë inflamacionin. Inflamacioni kronik është faktori kryesor i disa sëmundjeve si ato të zemrës dhe Alzheimerit. Inflamacioni gjithashtu shkakton edhe artritin dhe sëmundje gastrointestinale. Stili i jetesës dhe genet janë kontribues kryesor në shfaqjen dhe në zhvillimin e inflamacionit, por një ushqyerje e shëndetshme me ushqime të cilat nuk shkaktojnë inflamacion është strategjia më e mirë për të qëndruar larg sëmundjeve të rrezikshme. Vlerat ushqyese të gjeteve të rushit. Njerëzit të cilët janë të kujdesshëm me peshën e tyre duhet të përdorin gjethet e rushit sepse ato përmbajnë shumë pak kalori. Në 5 gjethe gjenden 14 kalori dhe ndërkohë gjethet e rushit janë një burim i mirë ushqyesish. Aty gjenden vitamina C, E, A, K dhe B6 përfshirë niacinën, hekurin, fibrën, riboflavinën, folatin, kalciumin, magnezin, bakrin dhe manganin. Një racion me gjethe rushi nuk përmban as yndyrë as kolesterol dhe ka shumë pak natrium dhe sheqer. Nivele të ulta të glicemisë. Një racion me gjethe rushi ka më shumë ushqyes dhe ndikon gjithashtu në kufizimin e nivelit të sheqernave në gjak. Mbajtja nën vëzhgim e sheqernave në gjak është e rëndësishme, veçanërisht për ata të cilët vuajnë nga diabeti dhe që duhet të kontrollojnë ndikimin e çdo ushqimi në nivelin e sheqerit. Një njeri i rritur dhe shëndetplot duhet të ketë një nivel glicemie në 100 ose më pak. Rrjedhimisht gjethet e rushit janë një zgjidhje shumë e shëndetshme. Pamjaftueshmëria kronike e venave. Një studim i vitit 2010 nga Departamenti i Dermatologjisë në Universitetin Freiburg në Gjermani doli në konkluzionin se ekstraktet e gjethteve të rushit zvogëlonin edemat, sidomos tek pacientët të cilët vuajnë nga pamjaftueshmëria kronike e venave, një sëmundje kronike e cila prish ekuilibrat e qarkullimit të gjakut. Kur gjaku njëkohësisht has pengesa dhe nuk arrin dot në zemër, atëherë ai krijon që këmbët tuaja të ënjten dhe kështu të preken nga edema. Zvogëlimi i edemës ul barrën e rëndë në vena dhe sistemin vaskular. Përdorimet kundër reumatizmës dhe sëmundjeve të tjera. Gjethet e rushit, veçanërisht ato të rushit të kuq, janë përdorur prej shekujt dhe njëkohësisht përdoren në mjekësinë bimore edhe kundër dhimbjeve të kockave. Gjethet e rushit përdoren edhe si një çaj kundër diarres, hepatitit, dhimbjeve të stomakut, reumatizmën, dhimbjeve të kokës dhe njëkohësisht eceve. Ju mund t'i thani edhe vetë gjethet e rushit duke i lënë ato në diell. Gjethet e thara të rushit mund të merren dhe më pas të zihen dhe të pihen si një çaj me mjalt. Një grusht me gjethe të thata të rushit gjithashtu është e nevojshme që të thërmohen dhe të zihen në 250 ml ujë, pasi kjo do të mjaftojë për një kup çaj. Keni parasysh që t'i lani gjethet e rushit me ujë të bollshëm përpara përdorimit apo tharjes. Në qoftë se keni bler gjethe rushit të paketuara përpara përdorimit, shpëlajini mirë për të hequr në këtë mënyrë të gjithë natriumin e tepërt. Rushi gjithashtu, sipas ekspertëve, ka vlera të jashtëzakonshme për shëndetin, sidomos në qoftë se ju duhet që ta konsumoni atë apo ta përdorni në gatime të ndryshme.
Rushi është rritur mbi tokë për mijëra vjet dhe i ka ardhur në ndihmë njerëzimit jo vetëm për ushqimet, por njëkohësisht edhe për shëndetin. Rushin e gjejmë në varietete, madhësi dhe njëkohësisht në ngjyra të ndryshme. Rushi, në veçanti i ziu, është ndër më të pasurit me antioksidantë të cilët e mbrojnë organizmin tuaj nga shumë sëmundje të ndryshme. Përpos antioksidantëve, këtu ju do të mësoni të gjitha arsyet të cilat do t'ju nxisin që të konsumoni më shumë rush të zi. Ndihmon me diabetin. Antioksidantët e rushi i zi përmirësojnë aftësinë e trupit për përdorimin e glukozës, si edhe për të ulur nivelin e sheqerit në gjak. Për më tepër, rushi ka një nivel të ulët glicemie dhe njëkohësisht ai ndihmon në zbutjen e simptomave të diabetit. Rushi i zi i bën mjaft mirë zemrës tuaj. Antioksidantët të cilët gjenden tek rushi i zi luftojnë radikalet e lira të cilat njëkohësisht shkaktojnë sëmundjet e zemrës. Antioksidantit të cilët gjenden pikërisht tek rushi i zi ndihmojnë edhe në trajtimin e hipertensionit dhe të inflamacionit, por njëkohësisht edhe përmirësojnë funksionet e enëve të gjakut. Shëndeti i trurit. Antioksidantët gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e trurit kundër luhatjeve të humorit dhe humbjes së kujtesës. Studimet gjithashtu kanë treguar se ky ushqim, sidomos konsumi i rushit dhe i verës që prodhohet prej tij, mund të ndihmojë në parandalimin e pagjumësisë. Ndonse të kufizuara studimet tregojnë se rushi në përgjithësi dhe ai i ziu në veçanti janë burime të shkëlqyera të melatoninës. Ky hormon ndihmon jo vetëm në ardhjen e gjumit, por edhe në cilësinë e tij. Ekspertët gjithashtu janë shprehur se ngrënia e rushit të zi në mbrëmje nga ana tjetër përmirëson edhe cilësinë tuaj të gjumit. Rushin e zi ju mundet që ta përdorni në sallata, frutash, ta kombinoni me lëngje, ta hani me kos ose veçmas për një shëndet sa më të mirë. Të hash rush çdo ditë ofron vlera të larta shëndetësore, si për shembull vitamina C dhe K. Një filxhan me kokra rushi përmban 27% të dozës së rekomanduar ditore të vitaminës C dhe 28% të vitaminës K. Sipas të dhënave, për më tepër, rushi është i pasur edhe me vitaminë B6, fibër, kalium, mangan dhe po ashtu antioksidant. Këto të fundit ofrojnë mbrojtje për organizmin ndaj sëmundjeve si për shembull diabeti dhe sëmundjet e zemrës. Rushi për shëndetin tuaj të zemrës. Disa prej përbërësve të shumë të këtij fruti dhe verës që prodhohet prej tij ofrojnë mbrojtje të shkëlqyer kundër sëmundjeve të zemrës. Ka studime të cilat tregojnë se rushi gjithashtu ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe të kolesterolit. Mbrojtje kundër diabetit. Ndonse rushi është një frut me një përmbajtje të lartë sheqeri, ai ka një nivel të ulët të indeksit të glicemisë. Ekspertët thonë se përbërësit bimor të tij e mbrojnë organizmin tuaj nga rritja e nivelit të sheqerit në gjak. Shëndeti i syve. Përbërësit bimor të rushit siç janë rezervatroli, luteina dhe njëkohësisht zeaksantina do të mbrojnë organizmin tuaj nga rritja e nivelit të sheqerit në gjak. Shëndeti i syve. Gjithashtu përbërësit bimor të rushit siç janë rezervatroli, luteina dhe zeaksantina ofrojnë një mbrojtje të shkëlqyer për shëndetin e syve. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.